Nata ra mbi qytetin e madh, ku dritat e pallateve të larta shpërndanin një ndriçim të ftohtë mbi rrugët e boshatisura. Brenda një kompleksi luksos, i rrethuar nga kopshtet e mirë mbajtura dhe sistemet e sigurisë më të avancuara, qëndronte shtëpia e familjes Morelli. Ishte një ndërtesë që dukej më shumë si një muze modern se sa një vend banim, me dysheme mermeri, çati të larta dhe piktura të shtrenjta që mbushnin çdo mur të boshatisur. Por brenda këtij luksit ekzistonte një heshtje që ishte më e rëndë se çdo pasuri materiale, ajo e vajzës së tyre, Eliza Morelli. Eliza nuk ishte folur që nga momenti i lindjes së saj. Nuk kishte qeshur me zë, nuk kishte kërkuar me fjalë, dhe asnjë terapeut nuk kishte arritur të depërtonte në botën e saj të brendshme. Për të, çdo tingull i botës së jashtme duke i huaj, dhe çdo përpjekje për të komunikuar me të përfundonte në një heshtje të thellë që i shtynte edhe më shumë në izolim. Familja e saj kishte provuar çdo gjë, mjek të famshëm, terapi me muzikë, terapi intensive sjelljeje, udhëtime të shtrenjta nëpër qendra mjekësore nëpër Evropë dhe Amerikë. Por asgjë nuk dukej se funksiononte. Në këtë heshtje absolute, Eliza kishte krijuar një univers të saj, të mbushur me vizione të detajuara dhe fantazi që askush tjetër nuk mund t'i kuptonte. Ajo ecte nëpër korridoret e gjera, duke parë botën përmes syve të një njeriu të brendshëm që pak kush mund ta imagjinonte. Shumica e njerëzve që hynin në këtë shtëpi, nga shërbëtorët tek miqtë e familjes, e perceptonin atë si një figurë e brisht, e ndrojtur dhe e largët. Në mesin e të gjitha shërbimeve dhe punonjësve që përbënin stafën e pallatit, një burr i thjesht vinte në sy për mënyrën se si shite botën. Emri i tij ishte Marko, një punëtor i pastrimit, i ardhur nga një qytet i vogël në periferi. Ai nuk ishte i pasur, nuk kishte edukim të lartë dhe nuk posedonte asgjë nga privilegjet që kishin familjet si Morelli. Por kishte diçka në të që e bënte të dallonte nga të gjithë të tjerët, një qetësi dhe një përqendrim që nuk vinte nga frika apo respekti për pasurinë, por nga një lloj njohje e brendshme e njeriut dhe botës së tij. Marko kishte filluar të punonte në pallat thjesht për të siguruar jetesën, por shpejt vuri re diçka që askush tjetër nuk e shihte. Eliza nuk ishte vetëm e heshtur, ajo ishte e dhënë pas perceptimeve të imta. Ndërsa shërbëtorët e tjerë e shikonin si një barë ose si një mister i paarritshëm, ai shihte një botë që kërkonte të lidhej me dikë që nuk ishte frikë të kuptonte heshtjen e saj si një gjuhë të veçantë. Fillimisht, ai nuk bënte gjë tjetër veç se ecte pa u vënë re pranë saj. Ndërsa pastronte dyshemet e mermerit, shpesh ndalej afër saj dhe e shikonte me vëmendje. Nuk kishte fjalë të tepërta, nuk kishte pyetje të nxituara, vetëm praninë e tij të qetë. Disa herë, Eliza e ktheu kokën drejt tij për një moment të shkurtër, dhe në ato çaste të pakta, diçka ndryshonte brenda saj. Kaluan muaj. Marko nuk kishte asnjë plan, nuk kishte asnjë metodë përveç të qenit aty. Ai nuk e shihte punën e tij thjesht si një detyrë, e shihte si një mundësi për të hyrë në atë botë që askush tjetër nuk mund ta kuptonte. Dhe një ditë, ndodhi e pabesueshmja. Ishte një pasditë e dimri, kur dielli binte i zbet mbi qetësinë e shtëpisë. Eliza po qëndronte pranë një dritareje, duke parë në kopshtin e jashtëm. Marko, si zakonisht, po ecte ngadalë pranë saj, duke lënë hapësirën e nevojshme për të mos e ndjerë të shtypur. Pa një paralajmërim, ajo ngriti dorën e saj të vogël dhe preku lehtë dorën e tij. Nuk kishte fjalë, nuk kishte zë, vetëm një kontakt i heshtur që mbushi dhomën me një energji që askush nuk mund ta shpjegonte. Ky moment i thjesht, i heshtur, ishte fillimi i një lidhjeje që do të ndryshonte gjithçka. Brenda javëve të ardhshme, Eliza filloi të reagojë më shumë ndaj pranisë së tij. Nuk foli, por lëvizjet e saj, shikimet dhe mënyra se si e kërkonte afërsinë e tij treguan një ndryshim të thellë. Marko ishte i vetmi që mund të lexonte këto gjeste dhe të kuptonte emocionet e saj. Ndërsa koha kalonte, historia e tyre u bë një sekret i heshtur brenda murit të pallatit. Askush nuk mund ta kuptonte se si një vajzë e cila kishte refuzuar të fliste që nga lindja, po ndjente diçka kaq të fuqishme për një burr të thjeshtë që nuk kishte asgjë përveç zemrës së tij. Ditët kalonin dhe pallati i familjes Morelli ishte gjithnjë më i mbushur me heshtje të dukshme. Por brenda asaj heshtjeje, një transformim i ngadalt po ndodhte. Eliza filloi të përqendrohej më shumë në objektet përreth saj, duke i prekur, lëvizur dhe vëzhguar me një kujdes të ri. Çdo gjë që Marko bënte gjatë pastrimit të dhomave dhe korridoreve nuk kalonte pa u vërejtur nga ajo. Shumë herë, ai ndalonte punën, shndronte pak më gjatë pranë saj dhe i lejonte sytë e saj të rrokulliseshin mbi çdo detaj, nga pluhuri në çoshet e dritareve tek reflekset e diellit mbi dyshemet mermeri. Nuk ishte thjesht një aktivitet rutinë, ishte një dialog i heshtur, një gjuhë që vetëm ata e kuptonin. Familja Morelli ishte e habitur. Ata kishin investuar mijëra euro në terapitë më të avancuara, por kurrë nuk kishin parë asgjë të ngjashme me këtë. Mjekët e ftuar për të vlerësuar përparimin e saj ishin skeptik, disa madje e konsideruan rast unik dhe e panjohur për shkencën moderne.
Por Marko nuk kishte asnjë arsim mjekësor apo psikologjik, ai kishte diçka më të rrallë, aftësinë për të pranuar heshtjen dhe për ta bërë atë të ndihet si pjesë e tij. Një pasdite të ftohtë dimri, ndërsa shiu binte lehtë mbi kopshtet e jashtme, Marko gjeti një kuti të vjetër me lodra dhe libra në bodrumin e shtëpisë. Ishin gjëra që Eliza nuk i kishte prekur kurrë, gjëra që i përkisnin kohrave të hershme të familjes. Ai i solli ato librat dhe lodrat në dhomën e saj dhe i vendosi me kujdes pranë saj. Eliza i preku, një nga një, duke ndjerë teksturat dhe formën e tyre me një kurreshti të heshtur. Ishte një moment i thjesht, por revolucionar për të. Ajo nisi të lëvizte më shumë, të eksploronte më shumë dhe të shprehte një farë kënaqësie të brendshme që askush nuk e kishte parë më parë. Kaluan muaj. Ndërsa dimri u kthye në pranverë, rutina e përbashkët midis Elizës dhe Markos u bë e pashmangshme. Ai e ndishte nga larg çdo përparim të vogël, një buzëqeshje e fshehtë kur prek një libër, një lëvizje e dorës kur eksploron një objekt të ri, një shikim që ngjallte më shumë ngrohtësi se çdo fjalë. Ndërkohë, familja Morelli filloi të kuptojë se të gjitha pasuritë dhe privilegjet e tyre nuk kishin asnjë ndikim në botën e brendshme të vajzës së tyre. Ajo kishte nevojë për praninë e dikujt që nuk e shihte si objekt ose detyrë, por si njeri. Në këtë pikë, historia e tyre nuk ishte më thjesht një marrëdhënie punëdhënës punonjës, por një lidhje që sfidonte çdo logjikë sociale dhe çdo perceptim të zakonshëm të marrëdhënieve njerëzore. Marko ishte pjesë e botës së saj të heshtur, dhe ajo, me heshtjen e saj, po i jepte atij një kuptim që askush tjetër nuk mund ta siguronte. Një nga ngjarjet më të rëndësishme ndodhi kur Eliza nisi të përdorte bojra dhe letër për të shprehur botën e saj të brendshme. Marko e kishte sjellë këtë ide pa e imponuar. Ai kishte vendosur vetëm disa mjete në një tavolinë pranë saj dhe kishte qëndruar i heshtur, duke i lënë hapësirën për të krijuar. Çdo ditë, ajo vizatonte skena nga ajo që përjetonte brenda, drurë të stolisur me dritë dielli, peizazhe të largëta që nuk ekzistonin në realitet, figura njerëzish që lëviznin me ngadalë në një botë të ndëruar. Marko shikonte çdo vizatim me vëmendje, duke përjetuar emocionet e saj pa folur asnjë fjalë. Këto vizatime nuk ishin thjesht arti, ishin ura që lidhnin dy botë të ndryshme, botën e heshtjes së saj dhe botën e thjesht njerëzore të tij. Në këtë kohë, familja Morelli filloi të kuptojë diçka që nuk e kishin marrë parasysh kurrë. Pasuria nuk mund të krijonte lidhje emocionale, privilegji nuk mund të zëvendësonte praninë e vërtetë dhe asnjë terapi e shtrenjtë nuk mund të përshkonte heshtjen e dikujt që nuk është gati të flasë. Vetëm një njeri i thjesht, i gatshëm të pranojë dhe të vlerësojë heshtjen, mund të arrinte atë që askush tjetër nuk mundi. Pas viteve të parë të transformimit të ngadalt, ndodhi diçka që askush nuk e kishte imagjinuar. Një ditë, ndërsa Marko po largonte pluhurin e fundit nga një dhomë e vogël, Eliza ngriti dorën dhe për herë të parë foli një fjalë të vetme, të faleminderit. Ishte një moment i shkurtër, por ishte më i fuqishëm se çdo terapi ose trajtim mjekësor. Nuk ishte vetëm fjala, ishte çlirimi i një bote të tërë të ndaluar, ishte njohja e lidhjes së tyre dhe fillimi i një kapitulli të ri në jetën e saj. Kjo histori nuk ishte fund në kuptimin e zakonshëm. Ajo vazhdoi me zhvillime të tjera, përjetime të përbashkëta, sfida me shoqërinë dhe familjen, dhe me një rritje të pandërprerë të lidhjes që sfidonte çdo normë. Por çelësi i gjithë kësaj ishte gjithmonë i njëjtë, pranimi i heshtjes dhe aftësia për të komunikuar pa fjalë, një mrekulli që vetëm një njeri i thjeshtë si Marko mund ta bënte realitet. Ditët e kaluara në atë shtëpi luksoze filluan të merrnin një ritëm të ri. Çdo mëngjes, kur dritat e para të diellit depërtonin përmes dritareve të gjera, Eliza e kalonte kohën e saj në një mënyrë që nuk ishte parë më parë. Ajo ndishte dritën që pasqyrohej mbi dy shemet e mermerit, ndishte hapat e shkelur të shërbëtorëve, lëvizjet e kujdesshme të Markos. Çdo objekt kishte rëndësi për të, çdo tingull kishte kuptim, dhe çdo hap i përbashkët i Markos ishte një pjesë e komunikimit të tyre të heshtur. Marko nuk fliste shumë. Ai nuk e ndërhynte botën e saj, nuk përpiqej të impononte ide. Vetëm ecte me kujdes nëpër dhoma, pastronte dy shemet, shpesh ndalonte pranë saj dhe shikonte si të kuptonte çdo nuancë të emocioneve të saj. Për të, ky nuk ishte thjesht punë, ishte një detyrë shpirtërore, një lidhje që nuk mund të shpjegohej me fjalë. Në qoftë se dikush tjetër do të kishte ndihmuar Elizën me një metodë të ngjashme, ajo ndoshta nuk do të kishte reaguar. Por Marko kishte diçka që nuk mund të blihet, një aftësi të pranojë botën ashtu siç është, pa presion dhe pa pritshmëri të tepërta. Ndërkohë, familja Morelli ishte e turbulluar. Ata nuk mund ta kuptonin këtë lidhje dhe shpesh ndjenin një frikë të fshehtë nga ndjeshmëria e saj e papritur. Çfarë e bënte Markon të veçantë, ata nuk mund ta shpjegonin. Nuk ishte vetëm aftësia e tij për të komunikuar me heshtjen, ishte respekti i tij për hapësirën e saj, durimi dhe prania e qetë që krijonin një lidhje që askush tjetër nuk mund ta krijonte.
Ata filluan të kuptonin se të gjitha pasurit, librat, mjekët dhe terapit nuk mund të përfaqësonin atë që Marko i jepte Elizës, një marrëdhënie të bazuar mbi pranimin e plot dhe vëmendjen e sinqert. Një tjetër moment i rëndësishëm erdhi kur Eliza filloi të eksploronte botën përtej mureve të shtëpisë. Marko e shoqëronte shpesh në kopshtin e jashtëm të pallatit, duke e lejuar të ndjente erën, diellin dhe shiun në lëkurën e saj. Ajo prekte gjethat, ndjente teksturën e luleve dhe shpesh përqendroi në tingujt e natyrës që rrjedhin si muzika e heshtur në atë kopsht. Këto përvoja e ndihmonin të ndërtonte një botë brenda saj që ishte e lidhur me realitetin, por që mbetej e veçantë dhe e paprekshme për të tjerët. Këto përvoja kishin efekt të fuqishëm edhe mbi Markon. Ai mësoi të lexojë ndjeshmërinë e saj, të interpretojë emocionet e saj përmes gjesteve dhe shikimeve. Çdo ditë ishte një mësim i ri. Për të kuptuar botën e heshtur të Elizës nuk duheshin fjalë, por vëmendje, durim dhe aftësia për të qëndruar pranë dikujt pa presion. Në muajt që pasuan, Eliza filloi të krijojë objekte të vogla me duart e saj, lodra të improvisuara nga materiali që gjente në dhomë, vizatime të detajuara mbi letra të mëdha dhe përshkrime të gjërave që përjetonte brenda mendjes së saj. Marko shikonte çdo krijim me kujdes, duke i dhënë vlerë dhe respekt punës së saj. Kjo fazë e krijimtarisë së saj nuk ishte thjesht një aktivitet artistik, ishte një mënyrë për të komunikuar dhe për të shprehur ndjesitë që nuk mund t'i thoshte me fjalë. Familja Morelli filloi të kuptojë se lidhja e tyre nuk ishte thjesht një rast i veçantë i përparimit të saj, por një shembull i fuqisë së pranimit dhe vëmendjes së sinqertë. Ata kuptuan se çdo terapi dhe çdo pasuri që kishin investuar nuk mund të zëvendësonte atë që Marko i jepte, një marrëdhënie autentike, e lirë nga pritshmëritë dhe e bazuar mbi pranimin e plotë. Një pasdite tjetër, një moment që ndryshoi gjithçka ndodhi në dhomën e saj të preferuar. Eliza, duke përdorur vizatime dhe lodrat e saj, krijoi një histori të vogël të botës së saj, një tregim që vetëm Marko mund ta kuptonte. Ai e shikoi me vëmendje dhe për herë të parë, ajo filloi të përdorte tinguj të thjeshtë, jo fjalë të plota për të komunikuar me të, një tingull që përshkruante diçka që ndjente, një rrahje të vogël të dorës që tregonte gëzim ose keqardhje. Këto shenja të reja ishin hapësira të vogla për dialog, një gjuhë e re që vetëm ata e kuptonin. Kështu, çdo ditë që kalonte, lidhja midis Elizës dhe Markos bëhej më e fortë, më e ndjeshme dhe më e thellë. Ata zhvillonin një mënyrë të heshtur të komunikimit që sfidonte çdo logjikë sociale, çdo pritshmëri dhe çdo perceptim të zakonshëm mbi marrëdhëniet njerëzore. Në këtë heshtje, ata kishin gjetur një botë të re, një vend ku pasuria, privilegji dhe statusi nuk kishin rëndësi, ku vetëm vëmendja dhe pranimi i sinqert kishin vlerë. Vitet kalonin dhe qyteti përreth pallatit luksos vazhdonte të jetonte ritmin e vet të ngadalt dhe të shpejt njëkohësisht. Makina luksoze, dritat e ndriçuara të qendrave tregtare, rrugët e mbushura me njerëz që lëviznin pa ndalur dhe një ndjesi përkohësie shëmbulonte gjithçka. Por brenda murit të pallatit, koha kishte një ritëm tjetër, më të ngadalt, më të hollësishëm, dhe çdo gjë ndodhte me një vëmendje që sfidonte çdo logjikë të zakonshme. Eliza, tani më e rritur, kishte filluar të përdor vizatimet dhe objekte që krijonte për të komunikuar me botën e saj të brendshme. Marko vazhdonte të qëndronte pranë saj, por tashmë nuk ishte thjesht një punëtor i pastrimit, ai ishte dora e saj, shikimi i saj, dhe ndonjëherë edhe pjesë e imagjinatës që ajo nuk mund ta shprehte me fjalë. Çdo vizatim, çdo lodër, çdo lëvizje e dorës së saj ishte një bisedë pa fjalë, një dialog që sfidonte heshtjen e saj dhe shpreh çdo ndjesi të mbajtur brenda. Familja Morelli nuk mund të qëndronte indiferente. Ata filluan të kuptonin se lidhja midis vajzës së tyre dhe burrit të thjeshtë të pastrimit ishte më e fuqishme se çdo terapi, se çdo shpenzim i bërë për të. Por këtë kuptim e përballonin me një kombinim habie, frike dhe mungese kontrolli. Ata nuk e kishin parashikuar se pasuria dhe privilegjet e tyre nuk mund të ishin asgjë përballë pranisë së sinqertë dhe durimit të Markos. Për Elizën, kjo marrëdhënie ishte e vetmja gjë reale në botën e saj. Ajo ndjente çdo lëvizje të Markos si pjesë e ekzistencës së saj dhe me kalimin e kohës filloi të reagojë më hapur. Nuk fliste shumë, por shikimi i saj, mënyra si prek objektet, si ndjente diellin apo shiun, gjithçka tregonte një përparim të ngadalt, por të palëkundur. Një ditë, gjatë një pasditeje të ngrohtë pranvere, një ngjarje që do të mbetet e paharrueshme ndodhi. Marko po pastronte dhomën e vizatimeve të Elizës kur ajo, pa paralajmërim, ngriti një nga vizatimet më të fundit dhe e vendosi në dorën e tij. Ishte një hartë e qytetit që ajo e kishte vizatuar nga kujtesa dhe imagjinata me rrugë, kopshte dhe ndërtesa që nuk ekzistonin në realitet. Në atë moment, Marko kuptoi se ajo po përpiqej të tregonte diçka që nuk mund të thuhej me fjalë. Bota e saj e brendshme, universi i saj emocional, tani po gjendej në duart e tij. Ai e mori vizatimin me kujdes, e shikoi me vëmendje dhe ndjeu një lidhje që nuk mund të përshkruhej me asnjë fjalë. Kjo lidhje ndikoi edhe mbi jetën e jashtme të familjes.
Morellit filluan të ndryshojnë mënyrën se si e trajtonin Elizën. Ata kuptuan se nuk mund të impononin komunikimin me pasuri ose terapi të shtrenjta, ajo tashmë kishte gjetur dikë që e kuptonte dhe respektonte. Ky kuptim i ri solli një ndryshim në gjithë dinamikën e shtëpisë. Shërbëtorët, miqtë dhe vizitorët e zakonshëm filluan të ndjenin se pranë saj ekzistonte një lloj heshtjeje që nuk mund të manipulohej. Një nga momentet më prekse ndodhi gjatë një dite dimri. Pallati ishte i mbushur me heshtje, vetëm tingulli i shputave mbi dy sheme dhe era e lehtë që binte nga dritaret. Eliza kishte krijuar një sër vizatimesh të ngjashme me planet e saj të mëparshme, por kësaj here ato përfshinin figura njerëzish që përfaqësonin shërbëtorët, familjen dhe Markon. Ai qëndroi pranë saj, duke i shikuar vizatimet me kujdes dhe respekt. Ajo ngriti dorën dhe preku lehtë dorën e tij, një moment i heshtur i thjesht, por me një peshë emocionale që nuk mund të përshkruaj me fjalë. Ky ishte fillimi i fazës së fundit të transformimit të saj, përdorimi i botës së brendshme për të ndërtuar ura drejt realitetit. Ajo filloi të komunikonte më hapur me Markon dhe përmes tij, me botën. Çdo vizatim, çdo lëvizje, çdo kontakt fizik i vogël, ishte një hap drejt një mënyre të re komunikimi që nuk kërkonte fjalë, por kuptim të thellë. Historia e tyre u bë e njohur brenda murit të pallatit, si një mrekulli që sfidonte çdo pritshmëri. Ishte një tregim i heshtjes dhe pranimit, një rrëfim që tregonte fuqinë e vëmendjes së sinqertë dhe dashurisë pa kushte. Marko nuk ishte një mjek, psikolog apo magjistar, ai ishte thjesht një njeri që kuptonte heshtjen, dhe kjo aftësi e tij, e thjeshtë dhe e përditshme, ndryshoi jetën e Elizës përgjithmonë. Në vitet që pasuan, historia e heshtjes së Elizës dhe pranisë së Markos kishte filluar të ndikonte jo vetëm në botën brenda pallatit, por edhe përtej tij. Familja Morelli, që dikur kishte jetuar e mbërthyer nga pasuria dhe privilegji, filloi të kuptonte se nuk mund të kontrollonte gjithçka, nuk mund të impononte ndjenja ose përparim. Ata kuptuan se ajo që Marko i jepte Elizës ishte më e çmuar se çdo pasuri, pranimi i vërtet, durimi dhe vëmendja që nuk kërkonte asgjë në këmbim. Eliza, ndërkohë, kishte zhvilluar një perceptim të thellë për botën. Heshtja e saj nuk ishte më pengesë, ajo ishte një rrugë për të kuptuar çdo detaj të realitetit dhe çdo emocion që buronte nga njerëzit që e rrethonin. Marko ishte bërë pjesë e çdo momenti të rëndësishëm të saj, duke ndihmuar të interpretonte botën dhe të reagonte ndaj saj në mënyra që askush tjetër nuk mund ta bënte. Ai nuk ishte vetëm punëtor, ai ishte ur midis botës së brendshme të saj dhe realitetit të jashtëm. Një ditë, një ngjarje e veçantë solli një ndryshim të madh. Një mik i afërt i familjes Morelli, një biznesmen i njohur, vizitoi shtëpinë dhe pa vizatimet e Elizës dhe mënyrën se si ajo komunikonte me Markon. Ai mbeti i habitur dhe ndjeu diçka që nuk mund ta shpjegonte, një ndjesje e fuqishme e sinqeritetit dhe lidhjes së pastër midis dy njerëzve që nuk kërkonin asgjë përveç pranimit. Ky vizitor, duke parë diçka kaq të rrallë dhe të bukur, shpërndau historinë e tyre me kujdes dhe respekt, duke e përhapur si një mrekulli që sfidonte çdo logjik dhe paragjykim. Pas këtij momenti, jeta e Elizës filloi të ndryshonte në mënyra të tjera. Ajo nisi të marrë pjesë në aktivitete jashtë pallatit, gjithmonë me praninë e Markos. Në vend të izolimit që kishte mbajtur gjithë jetën, ajo filloi të ndërvepronte me botën, duke përdorur vizatimet dhe shenjat e saj për të komunikuar. Çdo hap ishte një triumf i heshtjes së saj të kaluar dhe një dëshmi e fuqisë së pranisë së thjeshtë dhe të sinqertë. Marko dhe Eliza së bashku u bën simbol i ndryshimit. Ata treguan se nuk duheshin pasuri, privilegje ose edukim i lartë për të ndërtuar një marrëdhënie të thellë dhe kuptimplot. E vetmja gjë që kërkohej ishte durim, vëmendje dhe respekt. Ata sfiduan të gjitha pritshmëritë dhe treguan se dashuria dhe kuptimi mund të lindin në mënyra të papritura, në vendet më të papritura dhe midis njerëzve që dukeshin krejt të ndryshëm në shikim të parë. Në mbyllje, historia e Elizës dhe Markos nuk ishte vetëm një tregim për një vajzë që nuk fliste dhe një punëtor të pastrimit. Ishte një rrëfim për fuqinë e pranimit, për mrekullinë e lidhjes njerëzore dhe për mënyrën se si një veprim i thjeshtë, i sinqertë dhe i qetë mund të ndryshojë jetën e dikujt përgjithmonë. Heshtja e Elizës u kthye në gjuhën më të fuqishme dhe prania e Markos në dritën që shfaq çdo detaj të jetës që zakonisht mbetet i pashërtuar. Në fund, ajo që duket e pamundur shpesh bëhet e mundur, dhe historia e tyre është dëshmi se dashuria dhe vëmendja e sinqertë nuk njohin muret të pasurisë, statusit apo privilegjit. Është një tregim që do të mbetet i gjallë në mendjet e atyre që besojnë se marrëdhëniet njerëzore nuk mund të maten me asgjë tjetër përveç zemrës dhe shpirtit.